Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj të komentoj këngën Jar na ne, një këngë që në fakt e prisni me shumë dashuri. Realisht dua ta përgëzoj Adelina Ismailin dhe DJ Gimbon, Adelinën me patjetër sepse gjithmonë ka ditur që të jetë e veçantë në stilin e saj, ka ditur që të jetë unike, ka ruajtur natyrën e saj të artit dhe jo më kot është këtu në këtë stadin ku është. Por edhe DJ Gimbo, do me thënë si DJ, është një nga DJ-t më të mrekullueshëm që kemi, një nga DJ-t më të suksesshëm që kemi, që realisht në të gjitha format e tij ditën adhuroi art të papar dhe unë te kënga Jar na ne, më besoni që kam parë një art. Kënga Jar na ne është një këngë që është mes traditës edhe modernës, do me thënë është një këngë e bukur, është një këngë e dëgjuar, këngë popullore, por Adelina dhe DJ Gimbo e kishin sjell jashtëzakonisht bukur. Arrita të kuptoj që do me thënë kënga është publikuar në kanalin e DJ Gimbo, që në kupton do me thënë ka qenë projekt i DJ Gimbo, sepse në momentin që artisti e merr në kanalin e tij, në kupton që është projekti i tij. Do me thënë ka qenë projekt i DJ Gimbo, projekt i cili është punuar me shumë dashuri dhe ka qenë e ftuar artistja e madhe Adelina Ismaili. A ju duket një bashkëpunim i qelluar? Me patjetër që po, sepse mendoj që edhe në stadin në të cilin DJ Gimbo dëshiron të arrijë, edhe në nivelin që DJ Gimbo dëshiron të arrijë, mendoj që bashkëpunimi me divën shqiptare, me Adelina Ismailin, me patjetër që është përzgjedhja më e bukur, me patjetër që është përzgjedhja më e duhur, dhe mendoj që kishte aq shumë adrenalin kënga, saqë edhe DJ Gimbo dhe Adelina kanë menduar për te videoklipit dhe besoj nga suksesi që kanë, sepse kënga ka marrë një sukses të jashtëzakonshëm, ashtu siç në fakt mori edhe DJ, mendoj që edhe në të ardhmen DJ Gimbo dhe Adelina Ismaili do të jenë në bashkëpunim përsëri me njëri tjetrin, do të thënë do të kenë përsëri bashkëpunime. Por ajo që ka marrë vëmendjen goxha të madhe është mos publikimi i këngës në rrjetet sociale nga ana e Gjestit. Do thënë pse Gjesti nuk e ka publikuar këtë këngë në rrjetet sociale. Tani, unë nuk e shoh këtu që Gimbo, me thënë drejtën, ka nevojë për reklamën që do t'i bënte Gjesti. Gimbo ka imazhin e tij, ka klikimet e tij, dihet më se, do me thënë, fansat e Gjestit e ndjekin Gimbon. Gjesti si e nxori këngën në story, si nuk e nxori, do me thënë është e njëjta gjë, sepse si Gjesti dhe Gimbo kanë po të njëjtat fansa dhe janë po ato fansa të cilët e ndjekin çdo hap të njëri tjetrit, do me thënë e ndjekin çdo hap të artistit dhe unë nuk e quaj as pak të gabueshme, por nuk e quaj as pak, do me thënë, të pa imagjinueshme pse Gjesti nuk e ka nxjerrë në story, apo ka një krisje mes tyre, apo ka një marrëdhënie të prishur mes tyre. Përkundrazi, do me thënë, janë fansa të njëjtë, Gjesti dhe Gimbo e kanë bërë këtë logjikën dhe jo më kot, do me thënë Gjesti nuk është se e ka nxjerrë, sepse tani Gimbo e ka famën dhe është sukses mbështetja që Gjesti ja jep, shoqëria që ato të dy e kanë. Jar na ne po radhitet në fakt nga këngët më të suksesshme dhe duket që ka marrë vërtet një vlerë të veçantë te publiku.